Po vazhdojmë me këshirë edhe të kjo pjesa tjetër. Ska i keni po, Mi shiku edhe këto shtëpiza tjera. Për ndryshe, vitin e kalum jemi konë të studio 1806, edhe që akum pas ngatru emrin, tash nuk janë ngatrova. E po e shumë, a janë të gatshëm me bashkëbisedu edhe këtë vit me neve. Përshëndetja e lot, apo mon men? Okej. Une ndëgjoj, po nuk dëgjojnë shikuesit, kështu që a kështë mujtë me vendosë që do afer jaknës. Qashto. Faleminderit shumë. Mirë? Apo m'jem? Po. Okej, do në pjënjë juve edhe për që ata erdha kësum ju përshëndet. Edhe me këshur që ka kemi risi na i sen prej vitit kalum. Kemi çokoladën e nxehtë që është shumë e mirë. Okej, Kena venën e nxehtë është për më të mira. Vera nxehtë është për më të mira. Receta juve? Receta jona është, që e bojna vetë. Okej. Dhe kena pije kështu miksa dhe longje. Po. Po qa ka nëjë sen të rese që një vjesë jem po? Kur gjë, me të njëjtat. Atmosfera është njëjtë si e vitit e të kalum kësu? Po, njëjtë është, po alon njerëzit deri të morin vesh. Po. Se mirë është super. Për ndryshe kjo pjesa kënej, po do këtë pak ma shumë atmosferë dhe energji se të pjesa në fillim. Po. Gjatë që bon me pak ndryshim për vitit kalum, se vitin e kalum ka qenë e kondër të ashtë shedijone. Jo, vitin e kalum ka qenë Skënderbeu ka qenë me muzikë elektro më shumë. Kurse Sheshi Gjergj Bush ka qenë me muzikë ndryshme. Okej, për që ato ma shumë qytetarë besoj që preferojnë muzikën ma shumë ndryshme, është një pjesë e vogël ma shumë që e dojnë elektron. Për ndryshe, apo ma bën çokoladën se këto e kam shumë qef, edhe po bisedojnë. Apo vret së atmosfera se Prishtina kish mbet pa dekor të festave, apo qytetarët apo kanë ndonjë dallim për vitit kalum, tu e marr parasysh që vitin e kalum u kanë shumë e dekoruar me Prishtinë. Jo, këtë vit është mirë. Po. Nuk po kona e vardallimi kështu na i sen, po mirë është, s'o keq. Si pas juve ma mirë, kish me qenë ashta iq pa dekora, me dekor. Qysh dhe që është mirë. Mirë është, mirë po ecë. Okej, kësaj here po më shërbejnë, se herën e kalume... Je shërbyve? Jam shërbyve. Okej, unë e des për që çokoladë. Kuponi? Edhe të rregullt me kupon fiskal. Do me provu dhe verën e nxehtë. Po pse mu ke tek për qatë verën nxehtë? Që është shumë e mirë, është receta ju, no? Që e bojna vetë. Receta juve, ja. Okej. Qështu? Okej, njëherë për provaj verën, po sigur të shumë e nxehtë. E nxehtë njëherë. E qysh është me punu në verë ndimër për juve? Është shumë mirë. Kështu për kontrazi që është shumë ftoftë, për neve është shumë mirë, nuk kemi ndonjë problem. Punoni edhe ndonjë punë tjetër përveç kësaj ose jeni të angazhuar të ditën këtë shtëpisë? Jo, të ditën jam këtë shtëpisë. Kur të kalon sezona e dimrit, a ju mungojnë këtu momente festive? Mungojnë pak, po edhe verës tani janë momente tjera. Edhe verës, a jeni me shtëpisë këtu? Po, besoj që po. Edhe verës. Po dallimi mes verës edhe dimrit, për ka atmosfera, cila pjesë më e mirë? Dimri është pak më i mirë, shkallë që është ambienti i ftoftë, por njerëzit dalin pak më shumë se verës. Dalin më shumë, po. Dhe është më mirë pak dimrit. Më mirë është dimrit, okej. E që sa vite po mirësh me gastronomi? Që 2 vjetë jena kështu. Që 2 vjetë? Po. Personalisht që 2 vjetë po? Personalisht në që 2 vjetë. Qa i kështë ato një triot që nashta dënë me fillu me punu me gastronomi? Cili kështë me qenë mesazhet? Është një punë shumë e mirë, nuk është shumë e lodhshme. Ta shumë varet prej vetës që e bën punën. Juve si persona, ju ka ndryshu diçka gastronomia? Ata ka prish pak rutinën? Jo, normal është. Është normal? Okej. Po vazhdojnë me provu që të verë, se besoj nashta oftof. Inshallah s'djegnë. Qka i keni qitë? Kena retetën sekrete. Për një me ko ka ndryshe.
Se vera nxehtë fort s'është që më pëlqen, po. Ka e shishme. Faleminderit. Verë me recetë sekrete. Shumë e mirë, edhe shumë e lehtë ka më pi. Po, mirë. Nuk po të vika me vjell. Se mu zakonisht më vija me vjell për e vera, po kjo ka e lehtë.